Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha, kështu, na kur po shkojmë në ruku. Çka të ka kujtuar? Edhe kur po shkojmë sejdë, nuk po dim përpos subhanallahu alazim, subhanallahu ala. Na kështu diçka çka më thon pa. Kur shkojmë në ruku dhe sejdë. Shumë mirë të ka kujtuar se shtash namaznate e zgasim pak edhe rukun edhe sejdën. Në ruku themi përveç se subhana rabbil azim, thena subhana rabbil azim wa bihamdihi. Themi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Këto janë dua që besimtari i shfrytëzon me i thonë në ruku dhe këto të njëjtat i përsërit. Në mesin e duave që themi në sejdë është përveç dua subhana rabbiyal a'la, është edhe duaja Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Thot Allahumma ya musarrifal qulubi wal absar sarrif qalbi wa basari ala ta'atik. Lutet besimtari me dua të përgjithshme me të cilat ka nevojë, sepse momenti kur robi është më së afërt me krijuesin e vet, është pikërisht duke qenë në sejdë. Është pikërisht duke qenë edhe në pjesën e tretë të natës, që elhamdulillah për momentin në atë kohë dhe në atë momentum jemi duke u gjendë. Andaj besimtarët në këto momente dhe të shfrytëzojnë që të lutin Allahun azza xal me lutje që kanë nevojë, ai që s'ka fëmijë, të lut Allahun që t'i jap fëmijë, ai që ka sëmundje, të lut Allahun që Allahu të heqëron. Ai që ka varfëri, të lut Allahun që Allahu t'i jap pasuri, t'i largon atë breng dhe siklet. Ai që ka hasmi, të lut Allahun që atë hasmi t'i largon. Ai që ka sëmundje në zemër, ndjen një ngurtësi, një lodhje, një plokshti në shpirtin e tij, të lut Allahun që Allahu atë ngurtje në zemër që e ndjen t'i largon. Andaj këto janë net të mëdhaja, net të bekuara, secili pa më parasysh sa falet me xhamat apo vetëm. Gjatë këtyre netëve të fal namaznate dhe të lut Allahun azza xal me këto lutje. Të largohen secili besimtar skajshmërisht nga debatet dhe mohabetet e kota dhe ndejet të cilat nuk janë produktive dhe dobishme për neve. Kjo është një këshill shkurtimisht se si të shfrytëzojmë më gjatë të qëndrojmë rukujën dhe si të shfrytëzojmë edhe sejdën që më gjatë të qëndrojmë dhe të lutim Allahun azza wa xal në momentet kur Allahu është më së i gëzuar me lutjet tona dhe në momentet ku Allahu na premton se lutjet tona dhe kërkesat tona i pranon. Allah të shpërblet, faleminderit shumë. Selam aleikum.